Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të paligjshme referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit B, G, 47 vjeç, banues në Vlorë, dhe AJ, 35 vjeç, banues në Kurbin, pasi dyshohet se kanë trafikuar në Shqipëri një motomjet të vjedhur në Itali. Motomjeti u shpall në kërkim dhe po punohet për gjetjen e tij. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lezhë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin e gjendje të lirë për shtetasen D, K, 68 vjeçe, banuese në Vallëdre, pasi ka kallëzuar shtetësja DP, 49 vjeçe, se shtetësja DK e ka goditur me shkop. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Kurbin konstatuan në një sipërfaqe toke publike në fshatin Gërnac. 37 bimë të dyshuar narkotike kanabis sativa. Një pjesë e bimëve u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa pjesa tjetër u zgjestuar me anë të djegjes. Vjen puna për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.